E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin për të komentuar edhe njëherë në fakt një ngjarje që ka ndodhur brënda në shtëpinë e Big Brother VIP Albania, një gjë që në fakt na ka tronditur të gjithëve, një ngjarje që është bërë edhe shumë virale në rrjetet sociale, konkretisht ka patur reagime të shumta nga familja e Mateos, nga fansat e Mateos, nga ndjekësit e Mateos, që të merren masa për Edisën për kërcënimin që Edisa drejtoi ditën e sotme tek Mateo. Edisa që në momentin e parë që ka hyrë në shtëpi, domethënë ka zgjedhur një rol shumë interesant. Ajo luftën me Mateon dhe me Brikenën e ka patur që në momentin e parë. Tani, domethënë lindën pikpyetja pse Edisa e ka këtë luftën. Ndoshta e pëlqen Mateon dhe dëshiron që të merr vëmendjen e Mateos dhe dëshiron që të jetë me Mateon, apo thjesht domethënë e ka inat Brikenën, e uren Brikenën dhe të gjitha të mllefin e saj e nxjerrën në forma të ndryshme, e nxjerrën në dimensione të ndryshme. Edisa ditën e sotme ka kërcënuar Mateon me jetë në një farë kuptimi, duke i thënë që ku e ke palestrën ti, kur do dalim jashtë, do të shohim se kush është më i fortë, në kuptimin që Edisa mund t'ja ketë thënë që unë kam njerëz atje jashtë, kam shok, mund të ketë edhe të dashurin ndonjë kapo dhe unë mund të të shkatroj ty atje jashtë. Tani, Edisa këtë gjë mund ta ketë thënë edhe në acare sipër. Por fansat e Mateos janë duke bërë namin në Instagramin e Mateos për t'u marrë masa nga ana e produksionit. Unë e di që në Prime kjo gjë do të trajtohet sepse pikërisht kërcënimet produksioni nuk i ka toleruar asnjëherë. Por për mendimin tim, është shumë e neveritshme kur një femër mundohet që të zej statusin e mashkullit në një raport të tyre dhe të tregojë atë forcën që një femër në fakt mund ta ketë brenda vetes, kur realisht nuk mund të matet me një mashkull. Tani, edukata e Mateos, me patjetër që nuk do ta çon Mateon që të rihet me Editën apo të shkon të merret me njerëzit që ka Edita jashtë, por të përdorësh një femrën e kapos brenda në shtëpi, mua më duket jo kulturë e bukur dhe uroj që opinionistët të japin mesazhe të drejta tek femrat, sepse një femër të kërcënojë një mashkull, mua më duket domethënë sikur nata dhe dita, do të s'kan fare kombinim me njëri tjetrin. Mateo nuk është se ra pre e kërcënimit të saj, ai vazhdoi të qeshet, por mendoj këto banore të cilët kanë hyrë me koklartësinë kaq të madhe sa ka Edisa, m'falni, me egon shumë të theksuar, mendoj që u ndikon jashtëzakonisht negativ jashtë, edhe i nxjerr njerëz jo të preferuar te publiku, domethënë njerëz jo të dashur, sepse do të ishte e bukur që Edisa ta sqaronte gjën me Mateon, por jo ta kërcënonte, sepse kërcënimi nuk është vlera e kësaj shtëpie. Si e komentoni ju këtë ngjarje?